çfarë duhet t'ju pyesja faktikisht, çfarë do duhet diçka të dinim apo thjesht ta kishim me vete gjithmonë kur jemi për 28 tonë apo për flamurin nga ana historisë? Në aspektin historik, pasi që të gjithë popujt në këtë formë veprojnë edhe ne do të veprojmë sipas shembujve të popujve të tjerë, por ajo që duhet ditur është se nuk guxojmë në asnjë formë ta lëmë historinë pa e mësuar, nuk guxojmë asnjë formë ta lëmë historinë apo të kaluarën tonë pa e shkruar dhe arkivuar. Tani nëse kemi mënyrat më të lehtësuara, më të avancuara, metoda, ja vlen që të bëhet. Do të thotë t'i kushtojnë institucionet rëndësi më të madhe në këtë drejtim. Qeverit, se tani kemi dy qeveri shqiptare, duhet edhe në buxhetin e tyre të parashohin finansa drejtuar mu për këtë punë, sepse çdo gjë që do të shkoj në atë, ta them, korpusin e faktografisë, ajo do t'jetë vërtet themeli i kombit sot edhe për të ardhmen.